nështë kam pas për obligime X, kam pas gjithje tjetër, po edhe fëmijës do shme jam mësu traditën tonë, dyqysh se ti po del këndër traditës tonë. Edhe është normali me jam mësu gjuhën, a i që atje ko me shku në shkollë edhe... Gjuhë e nonës. Po jo tash mu asimilu komplet, që shë se ka dhe ma herët mu bo ma Amerikan se Amerikani. Kështu që edhe jam pro, edhe këndër, po nuk mund të shmendru traditën as mentalitetin e shqiptarëve, se s'ka mujtë kërkosh në dërshekuj edhe pse mendru. Unë mendoj që do tradita tona janë shumë të mira që edhe bota i ka pa dhe do me thonë kanë ardhë mishiju në shta ushqime tona, tradita që shikemi dhe që ato tradita na kanë majtë deri që ta është ma për toke. Unë mendoj se jurinia... Europianizu, më sështë më pëlqy. Unë mendoj se jurinia nuk kapeni shumë për tradita. Jo, as darsmat nuk i doni, as gjërat e traditës nuk i doni. Jemi evropianizu, jemi modernizu, kjo është plus. është e mirë, kjo është plus, sepse edhe shqiptari me shqiptarin po martohen edhe s'po dojnë darsëm, s'po ta respekton traditën. Po s'po dojnë darsëm se e thirë. Jo, ai nuk e dojnë darsëmën sepse para darsëmës kanë pas shumë e tjera. Nëse kisha pas të shqiptarshmërisht e kjo. Nderu me shumë shqiptar kitë martu në Gjermani o musliman, ka qenë musliman, u martu me një Gjermane kroate, ajo feja pa marrë parasysh. Ka shku në kish, a ju ka nërzu pëse se gruja katolike dhe ka kushzu. Jo, kisha ta kushzon. Jo, kisha më dhe jo, gruja tina që e ka marrën, e ka kushzu. Jo, zemër ti, pa shku në kish. Kur shkon në kish.